Nuk pranon njëri të punoj me këtë presidencë që ka Tirana aktualisht. Po 4 pikë ishte edhe Partizani, po e çoi Kërnaja, e çoi 20 pikë. Po nuk ka presidencën tonë Partizani, ka emër tjetër, e qyn Gazdemi atë tjetër aty. Po jo, ai pati mbështetje. Është tjetër mentalitet, tjetër fizionomi, tjetër ide për futbollin e i burri atje. Ndryshon nga ky joni. Se kjo që kemi arritur ne tash këtu, është faj i kësaj presidencë. Kur më kam pyetur, kam thënë që shiko Tirana për mua në këtë moment ka vdekur. Do rri e vdekur. Dhe e kam vrarë këta që e kam. Kjo presidencë e ka vrarë. Se nuk u shpik nga hiçi kjo, nuk ka ndodhur, domethënë, nuk është vetëm një rast që ndodhi ky rasti dhe na ka ndodhur vetëm këtë vit dhe këtë vit s'kemi çati bëjmë vllak kështu na ndodhi. O Rezar, ka probleme të mbajtura më. Një sekond, ta marr lutem, se nuk dua ta pres mendimin logjik. Kjo punë ka sezone të tëra i ka filluar. Gabimet që ka bërë ky presidencë më vite të tëra. Mos vendosjen e njerëzve dur në hallgat e klubit, mos respektimi i meritokracisë, humbja e identitetit të klubit, humbja një që me tifozët nuk shkon fare, nuk ka asnjë lloj afrimiteti, kupton? Po identitet nuk kam më, grind nuk kam më, gabime janë bërë pafund këtu gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe nuk shohun shpëtime. Ore unë e them si një person, si po ta quajmë në thonjza mik i Ridalilit, dua t'i them të keqin që ta kuptoj që është gabimi është e tij, që ta kuptoj që e ka ai fajin të ndryshojë ai. Po si ndryshoj? E para e punës. Çfarë duhet shiko, duhet një farë njerëzit e duhur tek ajo punë. Dhe duhet bëj rolin e presidentit. Presidenti nuk bën as drejtorin, as trajnerin, as menaxherin, as rojën e parkimit, as rojën e dera, as guzhinjerin e klubit, bën pronari i klubit. Dhe pronari i klubit do merret me gjërat e mëdha. Nuk do merret me gjërat e vogla. Nuk duhet me cicmi me çikërima të vogla, që i humbin kohë atij dhe ulin prestigjin si president. Se Tirana si ka rënë prestigji. Nuk vinë njerëzit këtu më që të punojnë te ky klub me këtë presidencë. Nuk pranon njëri futbollist shqiptar që të vi. Nuk ka rëndësi rroga. Se sa lek do t'i japësh. Nuk pranon të vi, nuk bën dot, nuk ulesh dot të bësh marrëveshje, se nuk thot nuk të vi ke Tirana, se nuk punoj dot me këta. Në këtë pikë jemi ne. Kupton? Dhe këtu duhet ndryshoj komplet mënyrën se si duhet sillet me njerëzit, me lojtarët, me ambientin, se po të kishte kjo presidencë, kishte harxuar, se unë vjen dhe keq se flas edhe nga flas edhe nga marazi, po edhe nga se më vjen dhe keq. Se ky është presidenti më që mund të ketë harxuar më shumë lek në Superligë. Po. Më i vjetri. Më i vjetri. Jo, më i vjetri është. Më i vjetri është. Mund të ketë harxuar, po ka 17 vjet sa i bie që është pjesë e domethënë Tiranës vetëm, flas jo me. Ka 10 vjet. Ka dhe më shumë se ka qenë me donatorët, po. Domethënë ka 3 trofe, 3 tituj kampion. Dhe mund të ketë harxuar mbi 15, 6, ai 20 milionë euro sa mund të ketë harxuar nga parat e tij. Edhe mund vjen keq i them se nuk vjen keq ty edhe vetë shoferët nuk i vjen keq për parat e veta. Që i ka harxuar gabim gjatë gjithë këtyre viteve. Me kokforcinë e vet i ka harxuar gabim. Se ka bërë zgjedhje të gabuara gjatë viteve në tërësi. Ja ka ulur vlerën e këtij klubi vit pas viti. Ka hequr emblemat e klubit, nuk ka asnjë klub. Ka hequr egon. Ka hequr mënyrën e punës me meritokraci. Se kjo e ka mbajtur Tiranën. Ka marrë lojtar anonim. Se Tirana ka qenë mirë vërtetër, kemi qenë boshti jon, brezi jon, po kemi qenë boshtin, po lojtari që dilte më i mirë Superligës vinte ke Tirana. Qofse na dilte në një vit që na konkuronte një ekip, Dinamo, Partizani, Shkodra, kush kishin lojtarë më të mirë këta. Ishin 2-3, Salije, Sinanie, me që kemi vllazërin këtu për përmendur. I merrim ne ke Tirana, vini ke Tirana. Këtë ka bërë Tirana dhe ishte në maj. Këta kanë vite të tëra që s'bëjnë më këtë punë. Sot si pe tifozët sot? Qa mesazhe morën nga tifozët? Ore, tifozët erdhën dakord. Po sot ky ishte derbi më pak tifoz historikisht. Erdhën ata pak. Se i bëri klubi një thirrje në thonjza me një video. Po pse me këtë
mund ta ndërpres Partizanin. Jo, unë nuk do ta ndërpres, vetëm kur mësoj vetë që sepse gjithmonë thotë s'ma le mendimin edhe unë do e lë sot. Pse me kaq pak do të kthej ky gabimet e viteve tëra, e zgënjime viteve tëra me një video? Si shpëtohet Tirana? Thash pra, ky duhet bëj Refik Halili duhet bëj rolin e presidentit, e para punë duhet të largoj djalin e vet nga pozicioni që kanë klub, sepse ka parë që mund ta ke shpirt zemër, diskutohet edhe pjesë. Po flas për punën klub. Ka nxjerr nga kategoria U19 vjet në drejtimin e tij, e çoi Tiranën vjet në play-out me Pogradecin dhe këtë vit na nxorri. Si dihet se 7 pika, po nëse ble 5 lojtarë të mirë në fazën e dytë si dihet. Nuk i dihet. U do t'i gjej. Po 5 lojtarë. 5 lojtarë t'i blej. Inshallah fjala jote vetë Zotit. Po, i qoftë sa i blen 5 lojtarë, po ja i ble, ja i jep. Edhe Partizani 5 lojtarë. Do t'i blej edhe Egnatia 5. Do blej. Do të thotë ti ke frikë se edhe të tjerët mund të operojnë. Sa të tjerët pse do rrinë vende, do presin. Po mirë, se s'është ndonjë diferencë e madhe. Ja shikoj Nikol që tabelën e klasifikimit do i. Pastaj pritër ti Peni, se unë ai sa një futboll. Kishte ndeshja me dobët e Tiranës në derbi, historikisht. Po mirë, radhës tjetër fiton, ja të vetëm një sekond tabelën. Jemi në javën e 14, Renditja Elbasandi vendi i parë 26 pikë, Vllaznia vendi i dytë 25 pikë, Egnatia vendi i tretë 25 pikë, Teuta vendi i katërt 23 pikë, Dinamo vendi i 5 23 pikë, Partizani në vendin e 6 20 pikë, Vora në vendin e 7 me 16 pikë, Bylis në vendin e 8 me 14 pikë, Flamurtari 13 pikë dhe vendi i 10 Tirana me 7 pikë. Për shembull, nga Ezëm, nga Bylis, që është zona marrim Bylis dhe Vora, zona e ftohtë, zona play-out, ti je 7 pikë. 7 pikë janë të rikuperueshme, qofse ti merr lojtarët e mirë. Po të kesh ekip për resurs, jam dakord. Po të kesh ekip, unë të shpresoja deri në fund, por nuk ke ekip. Po mbase tani e pan që këta lojtarë nuk ecin në 10 orë. Nuk din të pasojnë mirë në përfushë, se s'bëjnë më shumë se 5 pasime, se i pash edhe sot, domethënë 5 pasime ishin më shumë ta që bënin te Tirana. Atëre, Rita Lili e shikon këtë dhe thot në 10 orë do bëjnë ndërhyrje që ta shpëtoj Tiranën dhe ta kthej. Se 7 pikë diferencë, shikoj, 14 me do në verë këtë punë e kishin 3 muaj. Por si dihet ndonjëherë më zotëri, nuk i dihet më burit. Këta lojtarët, dimrit të mbledhur, këta lojtarët që ka aktualisht, kupton, i gjeti me emergjencë 2 javë, 3 javë para se të fillonte ky kampionat. Kishte kohë gjithë verën që të mendoheshe për lojtarët, mendoheshe për trajnerin, se kë do vinte, kë do merrte, kishte kohë që vjetër. Për që vjet kishte kohë të mendoheshe mirë dhe të fillonte të organizonte punën. Po, nuk e organizuan mirë. E kuptoj. Mirë. Për këtë themun që ai që ka bërë merkaton, që me sa di unë është djali i presidentit, pasur asnjë lloj domethënë gjëje keqe me të, por po shoh punën, ka bërë këtë pjesë, po nuk di ta bëj. Merr edhe atë, sfutën gjithë të dy në tribun. Ja t'i japim nga një mendim tani, se s'kam fol fare. Bëni rolin e presidentëve dhe merrni njerëz zot që të merren me ekipin e futbollit. Gjeni një drejtor zot, gjeni një trajner zot, gjeni një drejtor teknika sportiva, quheni si dush të zot, mundësisht brenda familjes, klubit, kupton që të di se ç'a përfaqëson ai klub dhe filloni ta bëni këtë pjesë shkallë. Nuk do bën dot më shpejt, nuk diskutoj, do kohë, do lek, do shumë pare, duhet harxhojnë shumë pare. Sa? Duhet harxhojnë shumë pare që të rikthejnë besimin njerëz. Sa? Po për një sezon që ta rikthejnë besimin duhen 2 milionë euro. 2 milionë euro. Minimumi. Që të kthejnë besimin, që të kthejnë lojtarët se nuk i vjen më të punojnë njëri me këta. Se i ka humbur besimi. Këta duhet ndrojnë komplet fytyrën e tyre. Duhet paraqiten me një fytyrë tjetër përballë njerëzve, përballë lojtarëve, përballë tifozave. Duhet formohen një bord, një klub. Që të jetë bordi i Tiranës, siç e ka krijuar Dinamo, siç e ka Vllaznia. Që duan të ndryshojnë. Por të jesh i bindur që nuk ndryshojnë. Okej. Do të thonë nuk do ndryshojnë. Ndryshojmë çik neve tani. Lam që si e peti këtë mega derbin e futbollit shqiptar. Tani do ta filloj nga tifozat. Për mua tifozat e Tiranës fanatik se ai grupi tjetër dha një mesazh shumë të qartë. Edhe shumë të fortë për mendimin tim. Me ai sa njoh futbollin.
Ne jemi këtu, jemi për Tiranën, jemi për futbollin, ndërsa nuk jemi dakord me presidencën dhe me stafin drejtues të Tiranës. Këto janë shumë gjëra të mbartura, ka vite që Tirana është në këtë vorbull. Ishte një nga derbet më të dobta që kam parë në historinë time, qoftë kur kam qenë pjesë e futbollit, qoftë tani në këtë pozicion. Një Tiranë apatike, një Tiranë e dobët, pa fantazi, pa grind, pa shpirt gare, pa dëshirë për të ashtu, për të fituar. Po sot kishte edhe Nuhiu ditëlindjen sot Ranieri. Po mime, ata respektuan e do, prandaj dolën 2-0. Nuk e hëngrën golin e tretë, shpëtuan vetëm për hatër ditëlindjes në Nuhiut. Po ja, s'ka. Po tani, ne po themi, le të ketë për mua Nuhiu, ai mund të jetë njëri shumë i mirë, shumë i zoti, për mua nuk është për Tiranën. Nuk është ai gjatë. Tirana është fanelë e rëndë. Tirana është emblema futbollit shqiptar. Tirana është histori. Futbollistët e Tiranës kanë qenë me emër gjithmonë, ekipi kombëtar ka qenë baza. Para një javë ishim me Rezardin në një stacion televiziv, edhe i them një futbollist e provokoj, a vjen tek Tirana apo jo Rezard? Tha, jo, tha zvi, tha Rezardi, e dëgjon, tha pse s'vjen, tha? Ka humur besimi, ka humur shpresa, nuk është puna për lek, është puna për futboll. Ai ka ardhur të luaj futboll, të rrisi nivelin e tij. Në një ambient të shëndetshëm, nuk është më e shëndetshme Tirana. Po pra,